14 shërbime të reja sociale janë shtuar këtë vit nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në kuadër të Fondit Social, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve. Drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror Reme Xholi thotë se përmes këtyre politikave synon që bashkitë të shtojnë shërbimet në komunitet. E gjithë qasja e shërbimeve sociale është tek shërbimet e shtuara pranë komunitetit. Pra, ne kemi synim që të shtyjmë bashkitë që të shtojnë shërbimet në komunitet, për sa i përket edhe mbështetjes nga buxheti i shtetit me fondin social. Në vitin 2026 kemi plus 14 shërbime të reja për sa i përket gjithë shërbimeve që janë më pranë familjes, që janë më pranë fëmijës, që janë më pranë vajzave dhe grave të dënuara. Që në vitin 2019 kur fondi social ka filluar të funksionojë si një mekanizëm financiar ku kemi ministrinë që alokon fonde për sa i përket bashkive që në mënyrë që ato të ngrenë shërbime të reja, shërbime sa më pranë komunitetit, ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm dhe gjej rastin fakt dhe të bëjthire gjithë bashkive që gjejnë mungesa në komunitetin e tyre për sa i përket shërbimeve, jemi krejt të hapur për t'i mbështetur për sa i përket gjithë shërbimeve që janë të domosdoshme në komunitet. Qeveria shqiptare po parashikon që të ndërhyjë edhe në infrastrukturë për t'u afruar me vendet e Bashkimit Evropian. Shtëpitë e fëmijës do të kenë status të ri ngjashëm me shtëpitë familje. Bashkimi Evropian ka si synim Casa Familja quhet, pra për ta parë më tepër jo si institucion, por shtëpi familje, e thënë ndryshe, dhe do të ndërtohet nga e para në një ambient krejtësisht të ri, me standarde bashkëkohore, me cilësinë dhe të gjitha standardet dhe kriteret në fakt që meritojnë dhe ata fëmijë. Kështu që në sajt të këtij projekti do të ndjekim pastaj gjithë institucionet e tjera që kanë nevojë emergjente për të ndërhyrë. Tani ka ardhur momenti që ndoshta ne ti ristrukturojmë nëpërmjet këtyre mekanizmave siç e përmenda, kështu që do t'i vi besoj koha të gjithë institucioneve që të kenë kushtet e tyre të favorshme, njëkohësisht edhe qendra në Linz, qendra për mbrojtjen e viktimave të trafikimit, është ndërtuar në bashkëpunim me një organizatë dhe amerikane, kështu që në këtë formë besoj që të gjitha institucionet kanë marrë atë trajtën e duhur për të ristrukturuar ashtu siç duhet ta marrin dhe duhet të kenë fakt shërbimet. Megjithëse institucioni që ajo përfaqëson nuk e ka drejt për drejt pjesë të saj, Xholi komenton edhe situatën e vështirë me fëmijët në gjendje rruge. Tashmë një agjenci e re do të ketë në fokus këtë problematikë të shfrytëzimit të fëmijëve. Kemi akomodimin për sa i përket pra zinxhirit të pjesa hallka e fundit. Por është një agjenci shtetërore për të mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, e cila përgjigjet për sa i përket gjithë ecurisë dhe gjithë mbrojtjes të drejtave të fëmijëve apo shfrytëzimit të miturve, por nga ana tjetër jam krejtësisht ndjeni që po punohet mjaftueshëm për shkak edhe të përafrimit me dispozitivat ligjore të Bashkimit Evropian, ku në qendër është fëmia, po punohet mjaftueshëm për të arritur një regulatore dhe një ligj shumë të përafërt për sa i përket gjithë të drejtave dhe shfrytëzimit të fëmijëve që të arrijmë deri në pikën ku mos ta kemi më këtë situatë që kemi sot. Unë mendoj që jemi në hapat e duhur, mendoj që ka akoma shumë punë për të bërë, por besoj që jemi drejt një rruge të duhur për të arritur ndoshta më të mirën e mundshme për sa i përket fëmijëve. Sot Shqipëria mbështet në mënyrë të organizuar rreth 65.000 individ përmes një rrjeti institucionesh dhe shërbimesh në nivel qendror dhe vendor.